Në 83 vjetorin e masakrës së Borovës, familjar të viktimave, përfaqësues të institucioneve dhe ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri përkujtuan 107 banorët e pafajshëm të vrarë më 6 korrik 1943 nga forcat naziste gjermane. Mes të mbijetuarve që ndau kujtimet e saj, ishte edhe Gjorgjia Simoleka, e cila humbi pjesën më të madhe të familjes gjatë masakrës. Kujtoj nga ngjarja, ishim në një shtëpim e ndajes që u bori me 2 avulli. Dhe erdhën aty gjermanët, babai u vra vetëm. Neve ishim katafigjet që beshin atëre për Italinë, për Grekun. Dhe u futëm aty në katafigje. Edhe dollëm natën pasaj dhe ikëm mes natës. Ambasadori gjerman Karl Bergner shpreu dhimbjen për këtë ngjarje tragjike dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike. Kjo është e dhimbshme për mua, sepse ndaj dhimbjen e banorëve të këtij vendi dhe të familjeve që ende jetojnë me pasojat e asaj ngjarjeje. Shumë prej tyre nuk patën kur mundësinë të njihnin gjyshrit, xhaxhallarët, hallat apo vëllezërit e tyre, që nuk arritën të rriteshin. Është e dhimbshme edhe për mua si ambasador, sepse kjo ndodhi në emër të Gjermanisë dhe të popullit gjerman. Edhe Josif Minga kujtoi humbjen e 5 familjarëve në masakër. Masakra është një ngjarje që të duash ta përshkruar dhe ta imagjinosh është e pabesueshme. Unë kam mundur 5 familjarë. Kujtojmë tërë atë përleshje të madhe shpirtërore që ata jetuan në ato momente, krejt pafajshëm. Ceremonia u përmbyll me homazhe pranvarezave të martirëve të Borovës në nderim të viktimave të një prej ngjarjeve më të rënda të luftës së dytë botërore në Shqipëri.